Kapiteneria e portit detar të Vlorës ka vendosur të pezullojë lundrimin detar edhe për tragedin e linjës me Italin, tragedi i cili nuk do të udhëtojë në drejtim të Brindizit dhe Anasjelltas deri ditën e diel. Duke nisur nga ora 19 e mbrëmjes së të enjtes është marrë ky vendim, një vendim i marrë mbi bazën e parashikimit të kushteve hidrometeorologjike, të cilat konsistojnë në shtim të shpejtësisë dhe intensitetit të erës bregdetare. Era e fortë bregdetare shkakton në det të hapur një forcë 9 ball, por në shumë orë të ditës edhe më lartë se aq, duke e bërë të pamundur lundrimin detar edhe të tragedit me linjën e Italisë. Ndërkohë për 3 ditë me radhë do të jetë i pezulluar edhe lundrimi detar për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit, duke nisur prej orëve të para të mëngjesit të enjtes. Mjetet e peshkimit dhe ato lundruese nuk lejohen të dalin në det. Shkak për këtë mas është bërë era e fortë bregdetare me drejtimin jug-juglindje, e cila shkakton dallë të larta si në det të hapur ashtu edhe në gji. Era bregdetare në qytetin e Vlorës shkon deri në 15 metra për sekond në gji dhe 25 metra për sekond në det të hapur. Si pasojë e kësaj ere, në det të hapur dallgët shkojnë deri në 2.5 metra, ndërsa në gji arrin në lartësinë 1.5 metra, duke e bërë të pamundur lundrimin e mjeteve të peshkimit dhe atyre të vogla lundruese. Era me drejtimin jug-juglindje duke shkaktuar forcën e detit në gji deri në 6 ball. Mjetet e vogla të peshkimit dhe ato lundruese nuk u lejuan të dalin në det, duke nisur nga ora 12 e mesditës së ditës së premte, ndërsa do të vazhdojë të jetë i pezulluar lundrimi detar deri ditën e diel. Administratorët e mjeteve të peshkimit dhe atyre lundruese u lajmëruan për situatën dhe kanë nisur tashmë duke siguruar mjetet e tyre në bregdet për të shmangur përplasje të cilat mund të shkaktojnë dëmtime. Situata hidrometeorologjike pritet të përmirësohet duke nisur nga data 16 mars, pas orës 8 të mëngjesit të së dielës, moment kur mjetet e peshkimit dhe ato lundruese do të lejohen të dalin sërish në det. Kohë kur do të rifillojë edhe lundrimi i tragedit të linjës nga Brindisi në Vlorë për të nisur sërish në drejtim të Italisë. Vlen të theksohet se momentalisht veç një traged nga 2 të tillë operon në linjën Vlorë-Brindisi, pasi një vazhdon i bllokuar në Itali për shkaqe teknike. Pavarësisht urdhrit për të mos dalë në det ka shkelje me peshkatarë të qytetit të cilët kanë zgjedhur të sfidojnë urdhrin dhe po ashtu kushtet atmosferike për të dalë në det e për të hedhur apo mbledhur rrjetat e peshkimit.